Sa herë që ne flasim për turizëm, ka një buzëqeshje në studio, jo vetëm për faktin që bëhet fjalë për të ardhmen, për të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë, por sigurisht edhe në terma financiar në një sektor të dobishëm për të tërhequr jo vetëm ata të cilët duan të investojnë në biznes në Shqipëri, por sigurisht edhe ata të cilët ndoshta jo vetëm për shkak të kësaj thirrje që bëhet nga qeveria, por gjithashtu dhe thirrjes që bëhet nga biznesi privat, kthehen në vendin e tyre për të kontribuar. Për të mbërritur në këtë pikë na duhet patjetër turizmi i qëndrueshëm. Ka qenë një thirrje shumë e gjatë edhe e qeverisë aktuale për të bërë një punë të mirë, për të ndërtuar një identitet në turizëm, më shumë se sa thjesht për të tërhequr drejt vetes më shumë turistë nga viti në vit. Diskutimin e ndërtojmë me Gramoz Osmanin, i cili është drejtues i sektorit privat në turizëm. Është kënaqësi që jemi së bashku. Nisur dhe nga përvoja juaj, kemi mbërritur ne tek turizmi i qëndrueshëm, se të paktën në aspektin politik gjithmonë themi se po. Faleminderit për ftesën. Flitet shumë për turizmin e qëndrueshëm dhe ja vlen që të trajtohet si temë shumë specifike. Patjetër që ka avancime pozitive, por gjithashtu ka dhe rrisje në këtë drejtim. Shtimi i numrit të turizme me miliona tashmë, në 10 deri në 14 milion turist, dhe do shohim dhe këtë vit se ndoshta shifrat mund të jenë më tepër, duhet të na bëjë të mendojmë apo e mirë menaxhojmë turizmin si duhet, apo shkojmë drejt turizmit të qëndrueshëm. Dhe patjetër që kjo varet nga politikat, varet nga strategjitë, por dhe nga veprimtaria dhe aktiviteti bizneseve private, të cilët janë të lidhura ngushtë me këtë sektor. Pra, ka zhvillime pozitive, ndoshta mund t'i trajtojmë më me detaje, është pjesë e draft strategjisë kombëtare për turizmi qëndrueshëm, ka tur operator të cilët tashmë kanë filluar të certifikohen me standardin e turizmit të qëndrueshëm, ka dhe akoma më shumë aktorë të ndërgjegjësuar se çfarë do të thotë turizmi i qëndrueshëm. Mendoj që janë disa indicie për një rrugë më të mirë, por është një punë shumë e madhe përpara për tu bërë nga shumë aktorë. Ja, Gramoz, bëmi pak më konkret. Çfarë kuptojmë realisht me turizëm të qëndrueshëm, që të vim në ndihmë ndoshta edhe gjithë atyre që po mendojnë të mësojnë një biznes të ri. Ndoshta përmes fjalës së ekspertëve edhe kuptojnë filozofinë e të bërit. Atëherë, nëse bazohemi tek definicioni i Këshillit Kombëtar të Turizmit të Qëndrueshëm, me turizëm të qëndrueshëm kuptohet ai lloj turizmi i cili është i orientuar të sjellë impakte pozitive në mjedis, të sjellë impakte pozitive në aspektet sociale dhe kulturore, dhe gjithashtu të sjellë impakte për mirëqenien e njerëzve, për ekonominë, për aspektin ekonomik. Dhe a mund të themi që vetë qeveria në fjalë po ushqen një vizion i cili na dërgon në 2030-ën dhe në thelb ka turizmin e qëndrueshëm, pra si e imagjinojmë Shqipërinë në turizëm? Atëherë, pas 5 vitesh. Në bazë të draft strategjisë e cila është prezantuar vitin e kaluar për konsultim publik nga Ministria e Turizmit, kishte një fokus shumë të veçantë turizmi i qëndrueshëm, me disa shtylla kryesore që kanë të bëjnë me zhvillimin e standardeve, zhvillimin e kapaciteteve, zhvillimin e menaxhimit të destinacioneve, dhe përpara patjetër ka dhe shumë hapa shumë të rëndësishëm që kanë të bëjnë me kuadrin rregullator. Pra, turizmi është një sektor shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, ka një kontribut rreth 23-25% në GDP, në prodhimin e brendshëm bruto. Një ndër 5 të punësuar në Shqipëri vjen nga sektori i turizmit, afro rreth 21% është kontributi në punësim. Çfarë do të thotë që do një vëmendje shumë të veçantë. Ka nevojë për një kuadër të rishikuar, kuadër rregullator, ka nevojë që të ketë incentiva konkrete për të incentivuar, për të inkurajuar zhvillimin e praktikave drejt turizmit të qëndrueshëm. Dhe duket sikur drejt kësaj rruge jemi. Mënyra si ne paraqitemi gjithmonë në Panairin e Berlinit për të prezantuar ofertën tonë turistike. Nuk kemi më destinacioni i panjohur i Mesdheut, përkundrezi kemi ndërtuar një ofertë të mirëfill turistike e cila nuk shkon vetëm për Shqipërinë në tërësi, por shkon edhe imtësisht në zonat tona për të treguar që nuk kemi as vetëm turizmi blu. Mendon se po bëjmë një punë të mirë për të ndërtuar atë që është identitet? Atëherë, puna e mirë ka nevojë që të shikohet... Dhe tu referojmë të gjithë aktorëve, jo vetëm institucional, por dhe të biznesit. Pikërisht. Ka nevojë që të shikohet puna në të gjithë gamën e aktorëve, të cilët janë të përfshirë dhe kanë një impakt në zhvillimin e këtij turizmi. Është një punë goxha e mirë që është bërë nga tur operatorët, të cilët
të ndihmuar dhe nga programe ndryshme nga qeveria zvicerjane e të tjera, kanë zhvilluar produkte inovative. Produkte që shkojnë drejt ekoturizmit, produkte që shkojnë drejt turizmit autentik, kulturor, madje mund të përmend edhe ture që janë shumë specifike, që kanë të bëjnë me turizmin e qëndrueshëm, ture që kanë të bëjnë me vëzhgimin e zojshve, ture që kanë të bëjnë me gastronominë, ture që kanë të bëjnë me barinjt, kasollet e barinjve tashmë në shumë zone janë kthyer në destinacione për turistët. Mund të gjehen ture të këtilla në vendin tonë? Edhe kjo ka të bëjë me turizmin e qëndrueshëm, pra produkte autentike, të cilat krijojnë një eksperiencë unike, ndryshe nga turizmi që mund të gjejmë në Spanjë, ndryshe nga turizmi që mund të gjejmë në Kroaci, madje së fundmi pam që në Spanjë turistët edhe keq trajtoheshin duke i ka disa vite që ndodh kjo. Dhe kjo ka të bëjë me overturizëm, pra me mbi turizmin. Nëse ne shkojmë drejt këtyre eksperiencave unike, autentike, të cilët bëjnë që turistët të rinë më gjatë, të kenë një eksperiencë shumë pozitive. Nuk do kemi overturizëm. Të rikthehen, të promovojnë Shqipërinë, të jemi unik dhe mos shkojmë drejt një turizmi thjesht masiv dhe mbi turizmi të cilat mund të ketë dhe impakte negative. Duhet jemi koshiencë që burimet natyrore janë të limituara. Pra nuk i kemi pa mas dhe këtu kam fjalën për mjedisin, për faunën, për biodiversitetin, për bimësin, të cilat nëse dëmtohen, ne nuk do kemi një turizëm afatgjatë. I referohemi dhe kauzës Vjosës, një kauzë kjo është e rëndësishme e fituar. Dhe pikërisht, prandaj ne të gjithë duhet jemi koshient dhe të kemi një përqasje e duhur se çfarë do thotë turizmi i qëndrueshëm dhe pse është i rëndësishëm i turizmi i qëndrueshëm. Ka të bëjë me aspektin afatgjatë që ne duhet kujdesemi për këto resurset, burimet natyrore, kulturore, autentike, sociale, por dhe për komunitetin i cili të ketë të ndjej impaktin pozitiv. Pasi shpesh herë komuniteti në shumë vende ndjehet i papërfshirë në zinxhirin e vlerës së turizmit. Thjesht ndonjëherë ata perceptojnë që zhvillimi i turizmit është thjesht për investitorët e jashtëm. Kështu që është shumë e rëndësishme që zhvillimi i këtyre produkteve autentike, turizmit të qëndrueshëm, të sjellë impakt në komunitet, dhe në këtë mënyrë ne kemi një gjithë përfshirje në turizëm dhe një zhvillim më afatgjatë. Kremos më lejo, në qoftë se të bëjnë një kritik për gjithë të sistem të ndërtuar në kaq vite, sepse sa më shumë vite të kalojnë, aq më shumë do kthehet në kulturë, edhe përmendëm dhe sa përfitojmë ne nga turizmi, ne tani më dim nga raporte që marrim vit pas viti. Një kritik sepse në qoftë se më pyet mua, unë them, për turet e barinjve mendoj që shumë pak shqiptarë din. Mund të jenë të huajt ata që e din që bën në vendin tonë, por shqiptarët mund mos e kenë informacionin. Mos ndoshta duhet punohet pak edhe me shërbime që i ofrohen vendasve. Pastaj të shkojmë tek këto huajt. Që në këtë formë kemi dhe vendas që mësojmë shumë mbi kulturën e vendit tonë. Unë këtu jam për të ndarë praktika të mirë nga eksperienca e punës dhe mundësitë, është e vështirë që ne të trajtojmë çdo tematik. Sigurisht, është gamë e gjerë temash, pastaj është të vështirë. Ndryshimi i madh erdhi gjatë periudhës së Covidit dhe e keni trajtuar edhe shumë herë këto tema dhe ne si popullsi lokale pam që kemi bukuri të paeksploruar në vendin tonë. Përpara se të udhëtojmë jashtë vendit, duhet të shijojmë bukuritë dhe eksperiencën që ne vendi jonë. Pra këto ture janë të disponueshme edhe për vendasit faktikisht, por ndoshta promovimi është më i fokusuar drejt tregjeve me vlerë të lartë. Pra drejt tregjeve që të cilët janë të gatshëm të paguajnë diçka më tepër për të lloj eksperjencash. Dhe faktikisht ka shumë të rinj dhe të reja që e shikojnë me perspektivë sektorin e turizmit si mundësi për aktivitet ekonomik, mundësi për të përmirësuar dhe për të pasur më shumë përfitime nga turizmi dhe sidomos komunitetit dhe popullsia lokale, shumë e rëndësishme që të ngrinë kapacitetet me trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me gjuhët e huaja, me menaxhimin e biznesit, me trajnime që kanë të bëjnë me leadershipin, sepse në këtë mënyrë të rinjt do kenë më shumë mundësi të aksesojnë punë me vlerë më të paguara, por gjithashtu do kenë mundësi më të mira ekonomike. Pra, nuk mjaftojnë vetëm bukuritë natyrore, kulturore dhe resurset që kemi, na duhen dhe burimet njerëzore të cilat janë në gjendje ta mirë menaxhojnë këtë zhvillim turizmi, të mirë menaxhojnë bizneset drejt kësaj përqasje turizmit qëndrueshëm
në mënyrë që të kemi sa më shumë përfitime ekonomike. Ka Shqipëria perspektivë për të bërë Zvicra e dytë e Europës plus det, sepse Zvicra nuk e ka luksin për patur det. Nuk kemi nevojë të jemi Zvicra e dytë, por ne jemi një vend unik në rajon për atë që ofrojmë. Prandaj theksova që produktet autentike, produktet lokale, kultura, muzika, folklori, aktivitetet, më thënë, të ndryshme që na bëjnë autentik në këtë treg Evropë. Dhe kjo është eksperienca. Për këtë vinë të huajt, ata nuk vinë për luksin, nuk vinë për hotelet luksoze, nuk vinë për ato gjëra që ata mund t'i gjejnë në vendet e tyre. Vinë për këtë eksperiencën unike dhe sidomos kontakti me popullsinë lokale. Flasim edhe për turizmin elitar. Një kritik që ekspertët e turizmit kanë bërë shpeshherë në këtë studio, jo vetëm për qeverinë, por gjithashtu edhe për mënyrën se si ofrohet turizmi në Shqipëri, është tërheqja drejt këtij destinacioni e turistëve që shpenzojnë më tepër. Pra, nuk na duhen vetëm numrat, por na duhen turistët cilët vinë në Shqipëri dhe qëndrojnë më tepër, shpenzojnë më tepër në këto përvoje që ju thatë, në këto resorte luksoze që sigurisht janë pjesë e ofertës turistike, por dhe punës që po bëhet në Bregdetin shqiptar për të krijuar një infrastrukturë të mirë që i pret siç duhet këta turistë elitar. Presim që të paktën nisur nga vizioni apo projeksioni Shqipëria 2030 të kemi mbërritur në një turizëm elitar të konsoliduar? Atëherë, turizmi elitar duhet parë në disa aspekte. Unë doja të ndalesha tek standardet e turizmit të qëndrueshëm. Pra, në zhvillimet e turizmit shikohet një tendencë shumë e qartë drejt turizmit të përgjegjshëm, turizmit të qëndrueshëm dhe madje ka dhe statistika, për shembull rreth 70% nga një raporti Booking, nga një studimi Booking.com, rreth 75% e të anketuarve janë shprehur se që do të preferonin, të rezervonin udhëtimet e tyre të ardhshme në një hotel, në një si akomodimi i cili është i certifikuar me standardin e turizmit të qëndrueshëm. Çfarë duhet të them me këtë? Një nga strategjitë që mund të ndjekë vendi dhe gjithashtu dhe bizneset private të orientohen drejt standardeve të turizmit të qëndrueshëm, sepse këto standarde bëjnë që të krijojmë më shumë besim te konsumatori, ta promovojmë Shqipërinë si një destinacion i turizmit të qëndrueshëm. Dhe këto standarde të turizmit të qëndrueshëm janë në disa nivele, që kanë të bëjnë me tur operatorët, kanë të bëjnë me njësitë akomoduese, pra me njësitë hotelet, guest house e të tjera, por gjithashtu dhe me destinacionet, ku ne si vend jemi shumë mbrapa me zhvillimin e organizatave të menaxhimit të progresiv, kështu që ne besoj do arrim atje dhe kësa vit pas viti shifrat e vizitorëve rritën. Nga 10 milion, 11 milion, në 14 milion, imagjino që do ndodhë të vit. Jeni optimist, besoj? Patjetër që jemi shumë optimist dhe me zhvillimet e fundit drejt standardit turizmit qëndrueshëm, ku kemi tur operatorë të cilët janë certifikuar dhe po punojmë me tur operatorë shumë të mëdhenj, të cilët sjellin ato turistë janë të interesuar për të lloj standarde të turizmit qëndrueshëm. Gjithashtu dhe njësia komanduese, sidomos ato brand ndërkombëtare janë të orientuar drejt turizmit qëndrueshëm. Ngilet për të zhvilluar dhe destinacionet, ka nevojë për kuadrin rregullator, por gjithashtu për një partneritet më të ngushtë publik-privat. Pra, organizatat e menaxhimit të destinacionit janë shumë të rëndësishme. Nëse ju në eksperiencën tuaj kujtoni një vend i cili ju ka lënë shumë bresa dhe kujtime, është pikërisht e organizata e destinacionit, e menaxhimit të destinacionit i cila ka krijuar këtë lloj eksperiencë që ju ta kujtoni këtë vend. Shumë e rëndësishme. Dhe kjo gjë duhet aplikuar edhe në terrenin tonë. Duhet zhvilluar, është pjesë e draft strategjisë, shpresojmë që do ketë, po themi, një plan konkret se si do zhvillohen këto organizatat të menaxhimit të destinacioneve, shumë e rëndësishme për turizmin e qëndrueshëm, për menaxhimin e burimeve natyrore dhe kulturore, siç folëm dhe çfarë. Pra, është e nevojshme që ne si vend të shkojmë drejt turistit me vlerë të lartë, drejt turizmit i cili është i orientuar drejt kësaj oferte që kemi unike, turizmin rural, ekoturizëm e tjera. Dhe është i gatshëm të paguar. Dhe është i gatshëm për të paguar, por duhet të vërtet shkojmë drejt standardeve. Standardet janë ato që na implementojnë, na ndihmojnë të shkojmë drejt kësaj përqasje të praktikave të mira, siç thamë, që merr parasysh ndikimet pozitive në mjedis, në komunitet, në kulturë. Dhe që çmimi justifikon shërbim. Urojmë të shkojmë shpejt, sepse puna ka nisur për të shkuar aty.
Ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit. Sa i afrohemi kulmit sezonit turistik, do të na shpeshtojnë edhe në studio bisedat që lidhen gjithmonë me risit, me punën që po bëhet, por sigurisht edhe me kritikën që mund të kenë aktorë të ndryshëm të këtij sektori. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më dha të flasim për turizmin e qëndrueshëm. Unë di që tashmë në Shqipëri ka dhe shumë ekspertë që vërtet mund të kontribuojnë për ndërgjegjësimin e shumë aktorëve dhe për përhapjen e njohurive për turizmin e qëndrueshëm. Shumë e nevojshme dhe faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Ndërkohë, publikut i themi bëhemi gati për të gatuar së bashku, mos u largoni nga ekrani, kthehemi vetëm pas pak.